Shtylla mbrojtjes së të dhënave personale, ne këtë vit kemi pranuar në total 20 ankesa, ndërsa kemi shqiptuar 2 gjoba, janë të dyja institucione private, nga se kemi gjetë se në njërin prej rasteve kemi gjetë kamera në zhveshtore, që është rrepsisht e ndaluar mbi bazën e parimeve dhe kërkesave të ligjit për mbrojtjen e dhënave, dhe në tjetrën po ashtu kemi gjetë përpunim të paligjshëm të dhënave dhe normal, sipas dispozitave ligjore, edhe janë gjobitur institucionet përkatëse private që kanë qenë. E kjo nuk do të thotë që ne viteve të kaluara nuk kemi shqiptuar gjoba edhe për institucione publike, ato veç tashmë janë publike edhe mbi faqen tonë dhe mund t'i gjeni, ndërsa për sa i përket mbikëqyrjes së ligjit për çastën dokumente publike, numri total i ankesave tani për tani është 164 ankesa, ndërsa vetëm për këtë vit kemi shqiptuar 3 gjoba, një është ndaj organit shqyrtues të prokurimit, një është ndaj Ministrisë së Planifikimit Hapësinor dhe e treta është ndaj Këshillit Prokurorial të Kosovës. Institucionet publike tashmë i marrin shumë seriozisht kërkesat për çastën dokumente publike. Ajo që ne vazhdimisht kemi bërthirrje është publikimi proaktiv i informatave, në mënyrë që mos të ketë edhe kërkesa për çastje e aq më pak ankesa pastaj për mohim të çastjes. Nuk është se kemi një dallim shumë të madh për sa i përket transparencës në përgjithësi, mirë po në bazë të asaj çka ne shohim në bazë të numrit të ankesave, unë mund të them që numri i ankesave për vit, për ditë e për muaj e më shumë është rritur. E kjo ndoshta tregon edhe numrin e madh dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve që të bëjnë kërkesa tek institucionet për informata publike, por në anën tjetër ndoshta edhe për raste kur institucionet vetë nuk ju përgjigjen kërkesave të qytetarëve për t'i pas ato informata. Gjithsesi, rezultati krejt kësaj është se institucionet disa edhe për shkaqe teknike, siç është niveli komunal, që vefaqet i kanë jo shumë mirë funksionale, nuk mund t'i publikojnë informatat në kohë reale. Por, se a kemi rritje të ndërgjegjësimit, qoftë tek shoqëria, qoftë tek institucionet, absolutisht po, nuk kemi pengesa në realizim të detyrave tona zyrtare, kur ne kemi një ankesë dhe dërgojmë te institucioni, kemi një seriozitet të shtuar të institucioneve dhe të zyrtarëve përgjegjës për të kthyer përgjigje ndaj shkresave të agjencisë, por gjithsesi numri mbetet i madh dhe është në rritje për fat të keq. Ne në fakt takimet i kemi të rregullta, domethënë edhe këto zyrtarë të përçasjes që janë të emëruar që shërbejnë edhe si koordinues të procesit, po jo vendimarrës, gjithherë po flasim për zyrtarët e qasjes, jo për zyrtarët kryesorë administrativ që e kanë përgjegjësinë mbas të ligjit për mohim ose dhënien e qasjes. Ne vazhdimsi kemi kërkuar nga ata publikimin proaktiv. Dhe çfarë kemi bërë vitin e kaluar është programi i transparencës, të cilin e kemi ndarë edhe me të gjithë aktorët, përfshi edhe shoqërinë civile, për qëllimin që t'i nxisim institucionet që dokumentet që i prodhojnë t'i qesin publike në vefaqet e tyre. Nuk kemi një rritje, mund të them, të lehtë të kësaj, por derisa të bëhemi realistash, nuk kemi ndonjë mekanizëm që mund të jetë mekanizëm gjobetës për mos publikim, atëherë normalisht edhe institucionet janë duke shkuar me hapa shumë të ngadalshëm në publikimin proaktiv. Mirë po çelësi dhe zgjidhja e krejt kësaj është publikimi proaktiv. Sa më shumë që ne japim informata si institucione në vefaqet tona, apo të gjitha rrjetet të komunikimit që i kemi për informim të publikut, aq më transparent do t'jemi dhe aq më pak kërkesa për qasje do t'kemi e aq më pak ankesa në agjensinë për mohim të qasjes. Një çështje me cilën jeni përballë kohëve të fundit ka qenë kamerat në për qytetet Republikës Kosovës. A mundemi me thonë që sot jemi më të sigurt për shkak se këto kamera nuk janë në dorë të keqpërdoruesve, por të policisë Kosovës? Absolutisht po. Fakti që gjatë vitit 2022 në të gjitha komunat e Kosovës, përjashtu 4 komuna serbe, ne në veri, domethënë, ne kemi realizuar inspektime dhe kemi ndaluar përpunimin e dhënave përmes kamerave nga të gjitha komunat dhe kemi kaluar ato tek policia e Kosovës. Ka qenë një bashkëpunim i jashtëzakonshëm me policinë e Kosovës, po edhe me vetë komunat, kështu që ajo që ka mbetet shqetësuese mbetet përdorimi i kamerave nga ana qoftë e bizneseve apo edhe personave tjerë privat, të cilët e vendosin ato jashtë kritereve të ligjit. Normalisht që veprimi jon është
përmes inspektimeve, por ajo që na ndihmon më shumë të janë ankesat e qytetarëve. Kur ne kemi ankesa, atëherë edhe më lehtë mund të veprojmë, e kryjmë inspektimin me një herë dhe kemi rezultatin me një herë, ndërsa ajo që ka është e mirë ose çka neve na lehtëson punën është një mekanizëm i ri që e ka bërë tashmë e ka lancuar Agjencia për Informim e Privatësi, që është platforma për identifikimin e rrjedhjes së të dhënave në internet hapur dhe në rrjetin e zi, që përveç që do të detektoj të dhënat që rrjedhin nga cili do kontrollues, qoftë publik apo privat, të dhënat e qytetarëve tonë, ka mundësi edhe na ka ofru edhe identifikimin e kamerave të cilat janë të hapura në internet, e që mund të ketë qasje me një kërkim të thjeshtë, cili do person jo vetëm brenda Kosovës, por kudo në botë. Dhe deri më sot, sipas rezultateve të para që na ka mundësu edhe na ka ofru platforma, ne kemi rreth 6.000 kamera në territorin e Kosovës, përmes IP adresave të tyre që i kemi identifikuar që janë kamera të hapura. Dhe ato janë qoftë në rrugë, qoftë në biznese, qoftë edhe në shtëpi private të qytetarëve, që ne normalisht sipas planit që e kemi bërë të inspektimeve me gjitha të dhënat për rrjedhjet që kanë ndodhur dhe janë ende të hapura në internet, jo vetëm për çështjen e kamerave, por në përgjithësi ne kemi bërë një plan të operimit dhe shpejt do t'i nisim hetimet duke filluar pe kontrolluesve më të mëdhenj që janë ndoshta edhe ata që më shumë ti mund të prekën qytetarët, sektori financiar që i përfshin bankat, mikrofinanciarët, kompanitë mikrofinanciare apo edhe kompanitë e sigurimeve, të pastaj për të vazhduar te universitetet, tek spitalet apo edhe kontrollues të tjerë që janë publik, siç është ASHI-ja, ATK-ja e kështu me radhë. Pra, së shpejti do të nisni këto inspektime. Kur është kjo së shpejti? Në fakt, ne planin e kemi bërë, e kemi miratuar, dhe brenda këtyre ditëve do të fillojmë, po ta keni parasysh që normalisht ne në planin operativ që e kemi bërë, ne kemi lënë kohë të matshme për me pas mundësi me i krye edhe detyra tjera që i kemi, sepse kemi edhe ankesat, kemi edhe inspektimet e rregullta me planin e rregullt të inspektimeve që e bëjmë, kështu që në bazë të krejt këtyre, pas parasysh një numër të vogël të njerëzve që operojnë në kuadër të agjencisë që janë vetëm 6, ne kemi bërë të matshëm këtë plan dhe ne brenda këtij muaji do të fillojmë me kontrollues të mëdhenj dhe pastaj se sot do të na zgjat procedura do të varet nga gjetjet që do t'i kemi në inspektimet që do t'i bëjmë. Sepse nuk mund të llogarisim se e fillojmë një inspektim kushtimisht po them nesër, dhe ai mund të përfundoj brenda një jave. Po flasë për 6.000 kamera apo? 3 muaj për shkak të kompleksitetit që mund të ketë dhe shkeljeve që mund të gjejmë. Kështu që do të jetë një proces i vazhdueshëm. Ajo që është e mira është që Kosova, vendi jon, ka arrit ta ketë një platformë që do ta sigurojë qytetarin që çdo dhënë që mund të jetë e hapur në internet, apo edhe në rrjetin e zi që dikush ja ka vjedh identitetin, llogarinë bankare, ne e gjejmë brenda 24 orëve përmes kësaj platforme. Mirë kjo. Një çështje me cilën sot përballen qytetarët është edhe SMS-at me disa platforma me të cilat ato janë fake. A keni mujt me identifiku këto, për nga po vijnë, çfarë po bëhet këto? Në kuadër të autorizimeve tona ligjore, ne kemi pas sinjalizime, apo edhe kërkesa, apo edhe ankesa nga qytetarët, dhe të njëjtat i kemi trajtuar duke e njoftuar qytetarin për mundësinë e mashtrimit që ofrojnë apo servojnë këto mesazhe, apo edhe emaila që mund t'ju shkojnë qytetarëve. Thjesht ky njihet si mashtrim kibernetik. Normalisht që ne kemi mundësinë vetëm t'i njoftojmë qytetarët që të mos klikojmë dhe përsëri ju bëjmë thirrje qytetarëve që kur marrin SMS, qofshin ato për shitje të ndonjë produkti, qofshin ato për ndonjë lojë shpërblyese, qofshin ato për si kjo e fundit që ishte për marrjen e veturave dhe ku hapej faqja jo e vërtetë, fake i Kosovës, të mos klikojnë dhe të mos japin dhënat. E sidomos dhënat që përfshin numrin e letërnjoftimit, vendin apo edhe datën e lindjes, edhe llogarinë bankare që shpesh herë qytetarët janë joshën, si ta them, me kërkesa të tilla apo oferta që mund të bëhen përmes këtyre SMS-ve, sepse prapa tyre janë keqbërësit kibernetik, të cilët i përdorin ato për qëllimet e tyre. Këto raste normalisht trajtohen nga Policia e Kosovës dhe unë
duke pas parasysh bashkëpunimin shumë të ngushtë që kemi me njësinë kibernetike të Kosovës, po në përgjithësi edhe me policinë, unë besoj që policia do t'i zbulojë këto raste. Kretë në fund, nëse plasi pak për fushatën zgjedhore, se si ka shku ndërsia, ka pas ankesa, e kështu me radhë. Kemi qenë në një proces koordinues të vazhdueshëm, qoftë me KQZ-n, qoftë edhe me partitë politike. Kemi bërë një numër të takimeve me partitë politike para fushatës dhe gjatë fushatës zgjedhore. Ka pas 2 sinjalizime gjatë fushatës për një parti, për një kandidat, në fakt të një partie, meqense kanë qenë vetëm sinjalizime, ne kemi njoftuar partinë fjalë, e cila ka ndërmarrë masa ndaj kandidatit dhe është ndaluar përpunimi i tillë dhënave përmes SMS-ve për të bërë thirrje për votim, ndërsa në anën tjetër aktualisht kemi pas zgjedhjeve, në fakt kemi pas 3 ankesa nga qytetarët, të cilat pasi është bërë inspektimi kemi gjetur se janë kontakte personale të vetë kandidatëve me qytetarin, e që i kanë bërë për qëllime të veta, domethënë për të thirrur për votën e një rënë, por në anën tjetër se njihen mes veti, jo se kanë bërë grumbullim të dhënave në mënyrë të paligjshme. Por i kanë pasur në kontakte të tyre dhe njerëz të njohur që janë njohur një herë një kohë ose po zakonisht na kanë rezultuar me domethënë të trijat, jo zakonisht, po të 3 rastet, të 3 ankesat kanë rezultuar se janë nga kontaktet personale dhe nuk ka pas përpunim të